Shpeshherë, një ankesë e vetme në një kompani mund të jetë si maja e icebergut. Ajo që duket si një problem i vogël në sipërfaqe, në fakt, mund të zbulojë probleme shumë më të thella në kulturën organizative. Sot, do të analizojmë pikërisht një rast të tillë, historinë pas operacionit Verdha. Gjithçka nisi me këtë akuzë kaq të fortë. Më 8 nëntor të vitit të kaluar, një punonjëse, Driola Kola, dorëzoi një ankesë formale me fjalë që nuk lën as pak vend për interpretim. Ishte pikërisht kjo fjali që vuri në lëvizje një hetim të brendshëm masiv të koduar Operacioni Verdha. Kjo na çon natyrshim te pyetja kryesore e gjithë kësaj analize. A ishte vërtet kaq e thjeshtë? Thjesht një rast i një menaxheri problematik? Apo mos fshihej diçka më e madhe, më komplekse pas gjithë kësaj situate? Në rregull, atëherë le t'i futemi thelbit. Le t'i shohim në detaje se cila ishte ankesa që i vuri flakën gjithçkaje. Çfarë e bëri atë kaq shpërthyese? Ankesa formale e Driola Kolës kundër menaxherit të saj, Endri Lika, ishte goxha e rëndë. Po flasim për pretendime për një ambient pune totalisht armiqësor, madje u përdor termi skllavërim publik. Ankesa përmendte gjithashtu caktimin e detyrave që ishin praktikisht të pamundura për të përfunduar dhe një ndjenjë të thellë braktisje, pa asnjë lloj mbështetje. Sigurisht, përballë akuzave të këtij kalibri, Departamenti i Burimeve Njerëzore nisi menjëherë një hetim të plotë për të zbuluar të vërtetën. Hajde të shohim se çfarë zbuluan ata gjatë këtij procesi. Dhe këtu historia merr një kthes vërtet interesante. Hetimi çuditërisht nuk gjeti asnjë provë për abuzim sistematik apo ndonjë armiqësi personale të drejtuar specifikisht ndaj Driolës. Përkundrazi, doli se menaxheri ishte i ashpër, por ai ishte i ashpër me të gjithë. Njësoj, pra problemi nuk ishte personal, por ishte një problem i stilit të tij të përgjithshëm të menaxhimit. Kjo gjetje i çoi hetuesit drejt një koncepti kyç, të cilin e quajtën abuzim teknik. Çfarë do të thotë kjo? Është ajo lloj sjellje menaxheriale që ndoshta nuk e shkel ligjin, por ama krijon një ambient toksik, plot frikë, presion të vazhdueshëm dhe një komunikim thellësisht jo profesional. Por prit ka edhe diçka tjetër, historia bëhet edhe pak më komplekse. Hetimi konfirmoi se punonjësja Driola kishte vërtet probleme të dokumentuara me performancën, po flasim për 20 gabime të regjistruara në harkun e 8 muajve. Kjo sigurisht nuk e justifikon sjelljen e menaxherit, por na tregon se situata kishte më shumë nuanca. Dhe pikërisht këtu hetuesit bën gjën e duhur. Në vend që të fokusoheshin vetëm te dy individët, ata e zgjeruan pamjen dhe kuptuan diçka thelbësore. Problemi i vërtet ishte sistemi. Problemi sistemik qëndronte pikërisht këtu, në këtë hendek të madh perceptimesh. Nga njëra anë, ke menaxherin që mendon se është thjesht strikt dhe po mbaren standarde të larta. Nga ana tjetër, ke punonjësit që e përjetojnë si të ashpër dhe intimidues. Ky boshllëk gjigant ekzistonte sepse kompanisë mungonin për kufizime të qarta se çfarë ishte sjellja e pranueshme dhe çfarë jo. Pra, në thelb, Operacioni Verdha nxori në pa disa probleme gjigante organizative. Së pari, standarde menaxheriale të paqarta. Së dyti, një proces i dobët i menaxhimit të performancës pa feedback real. Dhe së treti, mungesë totale e sistemeve proaktive të mbështetjes për punonjësit. Praktikisht, kompania vet kishte krijuar kushtet ideale që ky konflikt të lindte. Okej, mjaft folëm për problemet. Le të kalojmë te pjesa më e rëndësishme, zgjidhja. Cili ishte plani gjithëpërfshirës që propozuan burimet njerëzore për të shëruar jo vetëm simptomat, por vetë sëmundjen e sistemit? Plani fillonte nga lart, pra nga menaxherët. U vendosën 3 hapa të detyrueshëm. 1. Trajnim vjetor 16 orësh, i fokusuar te feedbacku konstruktiv dhe inteligjenca emocionale. 2. Një proces vjetor anonim i feedbackut 360 gradë, që do të thotë se edhe ata do të vlerësoheshin nga vartësit e tyre. Dhe 3. Coaching i specializuar i jashtëm për ata që kishin më shumë nevojë. Paralelisht, u krijuan 3 sisteme të reja mbështetëse për punonjësit. Së pari, një politikë derës së hapur, pra një kanal i sigurt për të raportuar çdo shqetësim pa frikë. Së dyti, 5 seanca falas të mbështetjes psikologjike për këto që ndjen nevojën. Dhe së treti, plane të qarta dhe të drejta për përmirësimin e performancës, që gjithçka të jetë transparente. Natyrisht, një plan në letër duket gjithmonë bukur, por si do të përkthejë në praktik? Si do të matej suksesi i gjithë kësaj reforme? Le t'i shohim objektivat konkret. U vendos një afat kohor shumë i qartë. Brenda 60 ditëve do të niste trajnimi i menaxherëve. Brenda 90 ditëve duhet të ishin funksionale sistemet e reja të mbështetjes. Dhe brenda 6 muajve do të përfundonte cikli i parë i plot i feedbackut 360 gradë.
Pra, afate konkrete dhe të matshme. Objektivi i parë kyç, ulja drastike e largimeve të punonjësve. Nga një normë alarmante për 25%, synoi të zbriste poshtë 8%. Një ndryshim që ka një ndikim të jashtëzakonshëm si financiar, ashtu edhe kulturor. Treguesi dytë, angazhimi. Qëllimi ishte që niveli i kënaqësisë dhe angazhimit të punonjësve të kërcente nga 60% në mbi 85%, sepse, siç e dim, një ekip i angazhuar është një ekip shumë produktiv. Dhe këtu kemi objektivin final, ai që tregon menaxhimin e vërtetë të rrezikut. Synimi ishte 0. 0 padiligjore të lidhura me ambientin e punës në 18 muajt e ardhshëm. Një qëllim tepër ambicioz, por absolutisht thelbësor. Pra, në fund të ditës, cili është mësimi më i madh nga gjithë kjo histori? Është shumë e thjeshtë, një problem që duket individual, si një konflikt mes dy personave. Në fakt, shumë shpesh është vetëm pasqyra e një dështimi shumë më të madh, një dështimi sistemik. E gjithë kjo na lë me një pyetje për të reflektuar, apo jo? A është kultura në vendin ku punojmë proaktive, pra që përpiqet i parandalojë këto situata, apo është thjesht reaktive që vepron vetëm pasi ka plasur bomba?